Përshëndetje gjithë ju të shenjës së denit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë mund të ndiqni në shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim javën e parë si do jetë në lidhje me ju. Atëherë kemi energjinë e shenjës së denit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Dhe këtu i kemi përsërit gjitha shenjat e horoskopit, por këtu kemi të bëjmë edhe me energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, ose mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi është një javë ku jeta juaj ndryshon jeta juaj sentimentale, ndoshta në lidhje me dashurinë. Shoh mundësi të mira, fillime të reja, sepse ju mbyllni një cikël të vështirë për gjithë ata që kanë kaluar vështirësi në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, dhe fillon një periudhë e re e lumtur për ju. Ju shoh që keni manifestuar për të realizuar një dashuri, por shoh që mund të keni dhe kundërshtime me personin, kundërshtime mendimesh në lidhje me këtë njohje, ose në rastin tjetër shoh që mund t'ju bëhet një padrejtësi. Për pjesën tjetër, ju mund të jeni duke mbyllur një çështje ose një situatë që mund të ketë lidhje me punën, me studimet, me situata të ndryshme, me dokumenta të ndryshme. Dhe shoh ose nga ana ekonomike dhe shoh që këtu vjen një ndryshim, duke ndryshuar ato vështirësitë që keni kaluar dhe duke filluar një periudhë më të mirë dhe duke realizuar gjërat që ju dëshironi. Ndërkohë ju shoh që do keni shumë talente gjatë kësaj jave, por fundi i javës duhet keni kujdes se ju bëhet një padrejtësi. Mund të jetë një padrejtësi në lidhje me punën tuaj, mund të jetë një padrejtësi në familje, një padrejtësi që mund t'ju bëhet në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet, mund të ketë lidhje me studimet, me shëndetin tuaj, por dhe me çështje të ndryshme që kanë lidhje me dokumenta të ndryshme. Gjithsesi, dhe pse ju mbyllni një cikël të vështirë, filloni diçka, realizoni, duhet keni kujdes fundin e javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës që jeni ju vetë, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Duke vazhduar me energjinë e fundit të javës, kur ju bëhet një padrejtësi, mund të jetë një padrejtësi në dashuri, shoh që sikur ju mungon dashuria, për gjithë ata që janë single, ndoshta dëshironi të futeni në një njohje dhe ju mungon dashuria. Për pjesën tjetër mund t'ju mungojë një person gjatë fillimit të javës, dashuria e një personi. Për pjesën tjetër, mund të ndiheni nga ana ekonomike, ku keni shpenzuar shumë, ndoshta edhe me pushime, ngeleni me pak para në duar, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndjeni mungesën e parave. Një pjesë tjetër prej jush, duhet keni kujdes me shëndetin dhe me lodhjen fizike, sepse ju shoh që jeni në një situatë ku ndoshta mund të jeni dhe pak të tensionuar në lidhje me këto situata që do krijohen gjatë fillimit të javës së dytë. Kjo mund të ketë të bëjë dhe me marrëdhëniet familjare, ose me situata, me zbulime që mund të bëni. Dhe unë shoh këtu që do ndiheni si të lodhur, do ndiheni shumë të lodhur, do ndiheni shumë të lodhur nga këto situata. Gjithsesi në mes të javës, unë ju shoh që do t'i lini mbrapa gjitha këto vështirësi. Por ndërkohë do mendoni si të ecni përpara për veten tuaj, si të futeni në një njohje të re, si të ecni para në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, në lidhje me dokumenta ose në lidhje me një padrejtësi që ju është bërë, ose që ju bëhet në fund të javës. Dhe aty papritur, unë shoh që një dritë e bukur do lindi brenda jush. Dhe ju do ndiheni shumë mirë brenda vetes tuaj, sikur një dashuri e re, ose ju ndjeni që në lidhje me një person,
Në për pjesën tjetër, në lidhje me anën ekonomike, sepse jemi te energjia e tokës këtu, shoh që aty lind një ide ose lind diçka nga brenda. Dhe ju thash që në javën e parë, në mes në javës parë, ju do shfaqni talente që ndoshta nuk i keni shfaqur deri në këto momente. Ndërkohë shoh që duhet keni kujdes se keni shumë njerëz që mund të jenë njerëz ziliqar ose persona që duhet keni kujdes në lidhje me disa persona, por janë persona që i mbani rreth vetes tuaj. Gjithsesi në lidhje me pjesën tjetër, shoh që aty mund të lindi një ide ose një shkëndi në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet tuaja, por edhe në lidhje me anën ekonomike, ndoshta për të bërë një fillim të ri, një biznes, një partneritet ose diçka tjetër, për të rritur anën tuaj ekonomike. Një pjesë prej jush shoh që do keni mbështetjen e një personi shumë të dashur që mund të keni, është një energji femërore këtu, që mund t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike ose mund t'ju këshilloj. Është personi i familjes. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi energji të shenjave të zjarit, të ujit dhe kemi energji të shenjës së demit, që është energjia juaj. Gjithsesi është një javë fantastike, shoh fillime të reja, një fillim i ri me shumë pasion në dashuri, shoh që do ndjeni shumin nga ana emocionale dhe ju do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me një njohje të re, mund të them. Me një njohje të re që do bëni ose një fillim i ri në dashuri. Për pjesën tjetër, ju shoh që ju do jeni duke pasur kontrata të rëndësishme gjatë fillimit të javës, mund të jenë fillime kontratash, mund të jetë kontratë pune, kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë studimesh që ju mund të keni gjatë kësaj periudhe ose një kontratë jashtë shtetit. Gjithsesi, unë shoh që do merrni lajme të mira, do çliroheni nga ana shpirtërore dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të hiqni dorë nga gjërat që keni besuar përpara, të ndryshoni këndvështrim, të shikoni gjërat me një frymë të re, të shikoni gjërat ndryshe në lidhje me çështje dhe situata që mund të keni pas edhe në të kaluarën tuaj. Gjithsesi mund të keni lajme të mira në lidhje me fëmijët, në lidhje me studimet, në lidhje me anën ekonomike, por shoh është një javë fantastike për ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, java e katërt është fantastike, kemi të bëjmë energji të shenjës tuaj, energjia e shenjës peshores, shijetarit, energji të shenjave të tokës dhe të ujit. Në fillim të javës tretë, shoh që do keni fillime që do marrim zhvillime shumë të mira. Këtu kemi planet Jupiterin, mund të jetë fillimi një njohje të re, një fillimi një shtatzanie, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, fillim i ri studimesh për pjesën tjetër, ose një fillim i ri në lidhje me shëndetin tuaj, me punën tuaj. Por është një fillim i ri që do t'ju sjellë bollëk dhe prosperitet. Dhe shoh që është një fillim që do marrë zhvillime shumë të mira edhe në vazhdimsi. Dhe në mesin e javës ju shoh në një pozicion mbretëror. Ju jeni si ulur, po të vësh re këtu, jeni ulur në një karike mbretërore, jeni në një pozicion më të favorshëm, si në lidhje me dashurin nga ana emocionale, në lidhje me parat tuaj, me anën ekonomike, disa prej jush mund të marrin një ngritje në detyrë, në karrierën tuaj dhe ju kap në një pozicion më të mirë dhe unë shoh që fundi javës ose mund të jenë dhe fëmijët tuaj këta që mund të pozicionojnë në një punë më të mirë ose të jenë më mirë nga ana ekonomike. Gjithsesi fundi javës ju gjen të çliruar shpirtërisht, një person ka ndjenja dhe emocione në lidhje me ju dhe ju do ndjeni shumë të sigurt me këtë person ose ju jeni në një pozicion shumë më të mirë për t'ju përgjigjur këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që keni lajme të mira në lidhje me studimin, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, por edhe me shëndetin tuaj për pjesën tjetër. Gjithsesi është një muaj ka uli ngritje, sidomos të lindurit në fillim të shenjës së demit, duhet kem pak kujdes sepse do jetë pak e vështirë për ata. Por përfundimi i muajit është shumë pozitiv në lidhje me ju. Shoh që vijnë ndryshime të mëdha tek ju,
dhe ju keni manifestuar për të bërë këto ndryshime, por aty përballeni me një padrejtësi, por mund të përballeni dhe me gjëra mbas shpinës tuaj. Duhet keni kujdes gjatë këtij muaji. Dhe kjo gjë do t'ju bëj të lodhur, të strapacuar, mund të them se nuk gjeja fjalën, nga gjitha këto situata, këto padrejtësi që mund t'ju bëjnë gjatë javës së parë. Gjithsesi ju do t'i lini mbrapa, do largoheni dhe aty do lindi diçka e bukur brenda jush, që do t'ju bëj që ju t'i shikoni gjërat më me optimizëm, të keni më dashuri brenda, të mendoni më shumë për anën ekonomike, thjesht duhet keni kujdes nga personat që ju rrethojnë, sepse shoh persona jo dashamirës. Dhe në javën e tretë keni fillimet e reja në dashuri, kontrata të rëndësishme, ju do besoni intuitën tuaj, por duke hequr dorë nga gjërat që keni besuar, nga gjitha këto situata të vështira që keni kaluar, dhe duke futur ose duke i parë gjërat ndryshe, një frym të re. Dhe në momentin që ju të ndryshoni këndvështrim, unë shoh që aty do keni fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Një dashurire, një shtatzani, një deg studimi për të gjithë ata që dëshirojnë, shëndet më të mirë, por do të cilë dhe të ardhurat të mira, bereqet dhe bollëk nga ana ekonomike. Dhe ju shoh që pozicionojeni shumë mirë në mesin e javës 4, një çlirim shpirtëror, njofje të reja, por dhe lajme shumë të mira në lidhje me gjithçka. Është një muaj që të paktën java e fundit është fantastike në lidhje me ju. Atëherë marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi na japin. Dhe kemi numrin 20, mbyllje të situatave, ndryshime të mëdha që vinë në jetën tuaj, dhe ju tashmë jeni gati. Jeni gati për të bërë një fillim të ri në dashuri, një shtatzani, jeni gati për të filluar një punë të re, ose për të filluar një fillim të ri ekonomik të mirë, një kontratë, një bashkëpunim, por ka ardhur koha, e thotë që ju të zini vendin që ju takon. Dhe unë e shoh këtu që ju do pozicionoheni në vendin vërtet që ju takon, në një pozicion mbretëror. Nëse nuk ka prej karta. Gjithsesi, fundi muaj do t'ju sjelli këto gjëra, sepse fillimi muajit ju realizoni, mbyllni situata, por me bërjen e një padrejtësie me dikush që u punon mbas shpine, aty gjërat fillojnë të ndryshojnë. Fundi muajit ju sjell në një energji shumë të bukur të gjithë ju. Gjithsesi jeni të mbështetur nga angjëjt, ju jeni gati të bëheni prindër, jeni gati për një fillim të ri deri në fund muajit, sepse ka ardhur koha që ju të lëvizni drejt gjërave të reja dhe të mira dhe një stabiliteti në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj edhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbasditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.